Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykat ish kryetaren e komanduar të Bashkisë Tropoj Zyra Islamaj, si dhe ndërtuesin Rogeka, të cilët akuzohen për korrupsion. Sipas PAK, Zyra Islamaj ka ndërhyrë tek ndërtuesi për të ngritur një urë mbi pronjin që kalon pranë shtëpisë së motrës së saj. Hetimet kanë treguar gjithashtu se Islamaj kishte planifikuar të angazhonte edhe një teknik të mirëmbajtjes së rrugëve në Bashkinë Tropoj për të ndihmuar ndërtuesin në realizimin e projektit jashtë procedurave të tenderimit zyrtar. Nga ana tjetër, Rogeka akuzohet për korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksion publik, pasi ka pranuar të ndërtojë urën jashtë procedurave të lishme, ndërsa Zyra Islamaj do të gjykohet për korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publik. Ura u ndërtua, ndërsa hetimi nisi pas një denoncimi të Partisë Demokratike dhe bazuar në një emision investigativ të transmetuar në një televizion në nëntor 2024. Islamaj u komandua në krye të Bashkisë Tropoj në shtator të vitit 2024 pas arrestimit të kryebashkiakut Recep Byberi për shpërdorim detyre. Byberi u lirua nga arresti shtëpiak me 1 gusht të vitit kaluar. Ky rast nxjerr në pa një praktikë të dyshuar të përfshirjes së interesave private dhe vendimarrjen publike, duke ngritur shqetësime për kontrollin e transparencës së integritetit në institucionet lokale. Seanca paraprake në GJKK e mbajtur ditën e djeshme pranoi kalimin e çështjes për gjykim, duke hapur rrugë për shqyrtimin e plotë të provave dhe përgjegjësive të akuzuarve.